Statistikat zyrtare janë bazë për planifikim dhe vendimmarrje të saktë në Republikën e Kosovës. Ligji përcakton se ndërmarrjet, ekonomitë familjare dhe publiku i tërë janë të obliguar të lejojnë qasje ose të ofrojnë të dhëna për qëllime statistikore kur kërkohet nga autoritetet e statistikave zyrtare. Sipas ligjit, njësitë statistikore, persona fizik dhe juridik janë të obliguara të japën informata të plota, të përditësuara dhe të vërteta në formë të përshtatshme, me kohë dhe pa pagesë, sipas përcaktimit të prodhuesit të statistikave zyrtare. Para plotësimit të anketës, njësitë statistikore kanë të drejtë të informohen për qëllimin dhe fushëveprimin e pyetësorit, bazën ligjore, masat e konfidencialitetit statistikor dhe të drejtat e obligimet të tyre. Refuzimi i dhënjes së të dhënave, dhënia e të dhënave të rreme ose mos respektimi i afateve kur ekziston obligimi ligjor, sanksionohet me gjoba.